Përshëndetje, jemi në këtë konferencë të përbashkët shtypi me deputetin Petrit Vasili për të denoncuar dhe dënuar me ashpërsinë më të madhe një krim të shëmtuar elektoral që po konsumohet në mes të ditës vetëm 15 kilometra larg Tiranës, në zemër të Vorrës, ku bandit të Edi Ramës qëndrojnë para qendrës së votimit numër 27 duke intimiduar dhe kërcënuar votuesit e Vorrës dhe jo vetëm kaq, por edhe duke na kërcënuar ne si përfaqësues të Partisë së Lirisë, duke kërcënuar deputetin Petrit Vasili dhe sekretarin për organizimin zotin Petrit Sule. Këto pamje dëshmojnë qartësisht se si këta bandit të urdhëruar nga Edi Rama me beq të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse kemi parë në të kaluarën bandit që veshin uniformën e policisë, tani kemi dhe bandit me uniformën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që qëndrojnë për orë të tëra para qendrave të votimit në Vorë dhe asnjë kapele polici, asnjë oficer BKH-je, asnjë prokuror i Spakut nuk shkon në Vorë për t'i dhënë fund kësaj masakre që po ndodh vetëm 15 kilometra larg Tiranës. Ju bëjmë thirrje vëzhguesve ndërkombëtar të OSB Odirit të mos qëndrojnë më në pishinat e Rognerit, por të shkojnë urgjentisht për të faktuar këtë krim zgjedhor që po ndodh në Vorë me mbështetjen, siç e shikoni në këto pamje filmike, edhe të kryetares së kuvendit, e cila ka shkuar vetëm pak minuta më parë në Vorë për të intimiduar, kërcënuar jo vetëm qytetarët, por edhe deputetët. I bëjmë thirrje gjithashtu të gjitha organizatave ndërkombëtare të reagojnë fuqishëm, që monitorojnë zgjedhjet, të reagojnë fuqishëm për këtë krim të shëmtuar dhe shumë të rëndë zgjedhor. Ku është task forca e Altin Dumanit? Ku është Altin Dumani që paguhet 10.000 euro nga taksat e qytetarëve shqiptar që fshihet sot pas makinave me xhama të zi dhe nuk shkon aty në Vorë për të arrestuar këta kriminal dhe këta bandit, të cilët kërcënojnë ditën për diell qytetar, deputet dhe gazetar. Ku është policia e krimit, që qartësisht është fshehur në të ndenjurat e këtyre banditëve që kanë guximin edhe të prezantohen që ne jemi të fortë e Vorrës, ne jemi xhabaftë e Vlorës. Kjo situatë duhet të marrë fund urgjentisht. Altin Dumani duhet të reagojë urgjentisht dhe nuk mund të ndërtojë karrierën e tij mbi intimidimin e qytetarëve të Vlorës. Gjithashtu ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të Vorrës të mos tremben, të mos intimidohen, po të marrin pjesë masivisht në votime për të dëshkuar këtë bandë që edhe në orët e fundit të pushtetit guxon të kërcënojë me jetë qytetarët e thjesht të Vorrës. Kjo masakër që po ndodh në Vlorë ka vetëm një synim të intimidojë dhe të minimizojë fitoren e patjetërsueshme të opozitës në këto zgjedhje, situatë e cila nuk do të ndikojë absolutisht në rezultatin përfundimtar, ku fitoria e opozitës në qarkun e Tiranës dhe në të gjithë Shqipërinë, cep në cep, kudo në Shqipëri, do të jetë e pa diskutuar. Ndaj përsëris thirrjen drejtuar vëzhguesve ndërkombëtar, në veçanti atyre të OSB Odirit, të largohen nga pishinat ku po pushojnë tani në Rogner dhe të shkojnë në Vorë të dokumentojnë këto pamje, të dokumentojnë siç po i denoncojmë ne me fytyra këta bandit, të cilët po inkurajohen edhe publikisht nga kryetarja e kuvendit Elisa Spirapali, ja ku është kryetarja e kuvendit, që përdor këta bandit si eskort. Dhe ndërkohë nuk ka një këmbë polici në Vorë për t'i arrestuar të gjitha persona me precedent penal, sipas raportimeve edhe të armatosur, të cilët qëndrojnë para qendrave të votimit dhe ju bëjnë presion votuesve. Këto pamje përfundimisht nxjerrin jashtë loje të ashtrëquajtur task force të Altin Dumanit, që do parandalonte krimet zgjedhore 15 kilometra larg Tiranës. Imagjinoni ç'mund të ndodhë në këto momente në Vorë dhe në Shkodër. Përsëris edhe një herë thirrjen drejtuar qytetarëve të Vorrës.
merrni pjesë masivisht në votime për të ndëshkuar këtë bandë e cila nuk mund të marrë më peng të ardhmen tuaj dhe të ardhmen e fëmijëve tuaj. Faleminderit, fjala për deputeti Vasili. Në Vorë kemi konstatuar me sytë tanë konsumimi i një krimi zgjedhor të mirëfillt me 3 aktorë: qeverin, Spaku dhe prokurorin. Qeverin sepse policia e shtetit nuk ekziston dhe u ka falur qendrën e qytetit Vorës një grushti horrash edhe kriminalësh, cilët i keni janë të evidentuar tashmë që të gjithë, sigurisht për pak orë, kështu që prandaj jemi këtu për të thënë qytetarëve të Vorës që nuk mund të jeni ju e s'ju merr dot peng ju 20-30 kriminalë rrugaç atje. Është shumë më e madhe se sa kaq. Njerëzi duhet kuptoni më së miri që ndërkohë që të gjitha mediat e kanë dhënë, e kanë evidentuar, duhet kishin ardhur në mënyrë të rrufeshme këta trimat e Spakut të BKH-s të prokurorisë. Në gjuvrim janë fshehur. Kush i pengon të vinë? 10 minuta nga qendra e Tiranës janë. Pra, të gjithë bashku të janë bashkëpjesëtarë të krimit dhe të tendencës të dëshpëruar të Edi Ramës që duke dhënë shpirt, po fshihet mbas potureve edhe mbas brekusheve të këtyre rrugaçve që i shikoni këtu, që shërbejnë edhe si shoqëruesit e Elisa Spiropalit. Populli shumë i madh se kaq. Asnjë frikë nga këta. Nuk i mbajnë këta me bukë. I mbajnë krahët e tyre, qytetarët e Vorës dhe të gjithë Shqipërisë, dhe s'ka horr që merr peng pushtetin edhe vullnetin e popullit, por bashkëpunësit ndërkombëtar, të cilët po flasim për një zonë aty 10 minuta nga Tirana, nuk po flasim në një fshat të largët, shumë të largët, diku në veria në jug të Shqipërisë, nuk ndodhen gjikundi dhe lënia këtyre dorë të lirë, si njerëzi tregon fytyrën kriminale të këtyre, tregon dëshpërimin e humbjes nga krau tjetër, por njëkohësisht na jep të gjithë të drejtën që t'i vëmë përpara në bankën e të akuzuarit të 3 bashkë, qeveri, drejtësi dhe të gjithë organet përkatëse që kishin detyrë të monitoronin, të mbanin kontrollin e situatës, të garantonin sigurinë fizike të personave, ju i keni pamjet vetë, që kanë guxuar të kërcënojnë, sigurisht kanë marrë përgjigjen e duhur, e do e marrin gjithmonë, por kjo situatë është kjo e vërteta. Kjo është fytyra e Edi Ramës. Fytyra e popullit është ai që voton masivisht, që nuk trembet, sepse asnjëherë dhe askush nuk e ka marrë dot kurrë Shqipërinë peng me një grusht horrash dhe legerash. Faleminderit.